Raporti për Shqipërinë, FMN paralajmëron paqja fiskale rrezikon të minojë progresin në administrimin tatimor. Raporti Fondit Monetar Ndërkombëtar FMN vlerëson se Shqipëria vazhdon të shënojë një nga normat më të larta të rritjes ekonomike në Europë. E mbështetur nga turizmi, inflacioni ulët, borxhi publik në rënje dhe rezervat forta valutore. Sipas FMN-s, rritja ekonomike pritet mbetet e qëndrueshme në nivelin 3.5% në vitin 2025 dhe 3.6% në nivelin e vitit 2026, e nxitur kryesisht nga konsumi privat dhe mbështetja e vazhdueshme sektorit të turizmit. FMN thekson se ekonomia shqiptare ka tejkaluar tashmë nivelin e saj para pandemisë, fal një kombinimi të përshtatshëm të politikave fiskale dhe monetare. Inflacioni parashikohet të rritet gradualisht nga 2.2% në vitin 2025 drejt objektivit prej 3% në gjysmën e dytë të vitit 2026 në kushtet e një tregu pune të shndruar dhe rritjes së pagave, ndërkohë deficiti i llogarisë korrekte pritet të jetë 2.8% e GDP-s për vitin 2025 dhe të zgjerohet gradualisht rreth 3.5% të GDP-s në afatin e mesëm si pasojë e rritjes importeve të nxituara nga të ardhurat më të larta në investimet publike kapitale. FMN vlerëson se disiplina fiskale ka çuar në një ulje të ndjeshme të borxhit publik, i cili pritet bjerë nën 50% të GDP-s, ndërsa rezervat e forta valutore kanë përmirësuar ndjeshëm potencialin e jashtëm të vendit, pozicionin e jashtëm të vendit. Në këto kontekst, qeveria shqiptare po avancon reformat guximshme dhe me synimin për të siguruar antarësimin në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Megjithatë, FMN paralajmëron se rreziqet për perspektivën ekonomike janë zhvendosur drejt kahut negativ për shkak të një mjedisit të jashtëm më të paqëndrueshëm. Tensionet gjeopolitike për shkallëzimin e masave tregtare, luhatjet e çmimeve të mallrave dhe paqëndrueshmëria në tregjet financiare globale mund të ndikojë negativisht tek partnerët kryesor tregtar të Shqipërisë dhe kërkesa jashtme. Në planin e brendshëm, rënja e popullsisë në moshë pune mund të thellojë mungesat në tregun e punës dhe të ushtrojë presione inflacioniste për të ruajtur stabilitetin makroekonomik dhe për të mbyllur boshllëqjet e reformave me Bashkimin Evropian. FMN thekson se reformat e brendshme në kohë janë thelbësore. Prioritetet mbetet ruajtja e rezervave fiskale përmes mobilizimit të qëndrueshëm të ardhurave, të përmirësimit administrimit tatimor dhe modernizimit të sistemit të taksës pronës, si dhe rritja e transparencës dhe e cilësisë shpenzimeve publike. Në lidhje me politikat fiskale, FMN vlerëson se rritja e presioneve mbi shpenzimet, nëse nuk adresohen në kohë, mund të rrezikojë qëndrueshmërinë fiskale. Veçanërisht për te vitit 2030 për shkak të ndryshimeve demografike, detyrimeve për mbrojtjen dhe shpenzimeve që lidhen me klimën. Për të ruajtur rezervat fiskale, FMN rekomandon reforma të favorshme për rritje në anën e të ardhurave, përmirësim të cilësisë së shpenzimeve dhe rritje të transparencës fiskale. Në këtë kuadër, FMN komenton edhe nismën e paqes fiskale. Marrëveshja paqe fiskale, e cila afron fajde borxhesh dhe rivlerësim potencial të pasqyrave financiare, rrezikon të minojë procesin e mëparshëm në administrimin dhe përputhshmërinë tatimore, thuhet në deklaratën e bordit të FMN-s. Në fushën e politikës monetare, FMN vlerëson se qëndrimi aktual i Bankës së Shqipërisë është i përshtatshëm, por thekson se Banka Qendrore duhet të jetë e gatshme të reagojë shpejt ndaj zhvillimeve të tregut, veçanërisht nëse efektet dytësore dhe rritja e pagave rezultojnë më të forta se sa pritej. FMN rekomandon gjithashtu fleksibilitet më të madh të kursit këmbimit dhe mbështetje më të madhe te normat e interesit për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. Sa i përket sektorit financiar, FMN nënvizon nevojën për monitorim të kujdesshëm të rreziqeve që lidhen me kreditimin në pasuri të paluajtshme, ekspozime ndaj valutës së huaj dhe borxhin sovran, si dhe forcimin e kuadrit prudencial dhe të mbikëqyrjes bankare. Në planin afatmesëm, FMN thekson se rritja e konvergjencës së të ardhurave
me Bashkimin Evropian kërkon reforma thella strukturore, veçanërisht në rritjen e produktivitetit, zhvillimin e kapitalit njerëzor, përmirësimin e tregut punës, forcimin e qeverisjes dhe luftën kundër korrupsionit. Konsultimi i ardhshëm sipas nenit 4 pritet zhvillohet sipas ciklit standard 12 mujor.